Mirëmëngjes të gjithëve. Ora është 9, unë jam ngritur shumë herët sot. Jam larë, kam bërë make-upin, u zgjua Kian, i dhash për të pirë, fjeti prap, dhe tani po bëhem gati. Sot nuk e kam Shtefanin, Shtefan ka shkuar të marri makinën, duke qenë se do shesi makinën e vjetër, do marri makinën e re, siç ja kam thënë në një vlog, për kaq të fundit të limituar në bagazh, që ka makina tani, dhe kur futim karrocën, pothuaj se nuk kemi më vend për asgjë tjetër. Edhe duam që të kemi një çik vend, se neve na pëlqen që të bëjmë ndonjë fundjavë në ndonjë vend tjetër, edhe të kemi mundësi të marrim bagazhe me vete. Kështu që unë sot, siç po shikoni nga titulli, do e kaloj ditën me djalin edhe me shoqen time të ngushtë. Duke qenë se Shtefani nuk është, nuk doja që ta kaloja të shtunën vetë, se çdo ditë javës vetë jam në shtëpi, kështu që fola me Sarën dhe të kalojmë bashkë. Tani kam kohë pa përdorur Dysonin për të bërë ondet, kështu që po e përdor sot, sa të flet djalit, i bëj shpejt e shpejt, edhe do ju tregoj pastaj çfarë do vesh unë dhe çfarë do vesh djali. Gjithsesi, nuk është se që më kanë keq vlogët edhe po t'i lë, kështu që mos t'i dëmtoj. Mirë që më kanë dhe kështu. Sepse më janë zgjatur dhe dua, inshallah, ta kalojnë atë gjatësinë që gjithmonë ngecin, domethënë gjithmonë më shkonin deri në gjatësi dhe pastaj ngecin. Tani më duket sikur janë më mirë. Kështu që nuk e di. Dhe si është puna po i lë. Nuk ka nevojë që t'i bëj fare. Mirë janë. Po që se do e bëj disa kohë kështu, domethënë jam shumë e sigurt që vlogët do bëhen shumë mirë, edhe për shkak të vitaminave që po marr. Tani jam duke pritur ato 1-2 muaj apo 3 muaj pas lindjes, se keni parasysh që thonë që bien flokët. Deri tani nuk më ka rënë. Data kur po e xhiroj këtë video është 15 nëntor, që i bie shumë një javë para se Kiani të bëjë 2 muaj. Jemi gati 2 muaj. Okej. Kian që ka zgjuar, vetëm se po riurt. Nuk e di domethënë ky fëmijë. Sa e heq nga dora njerëz, sa e kam në gjoks, fle për mashallah. Sa e heq, se o duhet të bëjmë ndonjë punë, ja të bëjmë gati, të rregullojmë çik shtëpinë direkt. Zgjohet e nuk e di. Tani do thoni ju jo mos e mëso ashtu. Po si ta mësoj, ta lë ta lori. Si ja tani po riurt. Për shembull, da unë nuk e marr derisa ai fillon të qaj, nuk është se e marr direkt sa zgjohet që hajtë të mësoj në krah. Po ai është një fëmijë shumë i vogël, 7 javësh, domethënë edhe po ta leun të qaj. A thu do e kuptoj ai që po më le mami të qaj që të mësoj më kështu? Jo. Sot do t'i vesh këtë overallin me një body. Vesh dhe një palgeta, mos i hyj era këte nga këmkat. Do shikoj. Po mendoja të vishesha bukur, po jo, do vishem komode, se do rrim edhe shumë në shtëpi. Do vesh këto tutat bashkë me bluzën. Edhe palton e gjatë. Kështu që po vishem një herë që t'jem gati, se i qet nuk do ri për shumë gjatë kë Kian, do filloj të qaj. Nuk do harroj të marr këto këpucët, se janë kanë kërkuar Sarës për dhuratë. Janë shumë të bukura. Gjysë çizmë. Qa shoqe jam rap pika. Këto këpucët më janë dërguar nga firma Vivaja, që është një firmë shumë e mirë, me gjëra shumë të bukura dhe shumë të shtrenjta, po i çoj edhe këto çorapet Sarës që t'i kombinoj me këpucët, edhe këto këpucët ishin ndër më të mira që kishte Vivaja, kushtonin diku te 180 euro. I ka merituar se është një shoqe shumë e mirë Sara. Kështu, tani do pasrën që kushimet, si që shikoni, është skanat.
Besoj që djali të qetësoj dhe pak, të jeti qetë, nuk e dia flet, ta shikoj, po përderisa nuk qan është shenjë mirë. Qumshtin ja kam ngror, e kam pompuar dhe ja kam ngror që kur të zgjohet mos të humbasin shumë kohë, plus që këtë qumshtin që e kam pompuar kur ai nuk e pi gjoksin, nuk mund ta lë më shumë se 3 ditë në frigorifer, se 72 orë. Kështu që gjëna që ta hedh dhe ta pi tani dhe po që se më thembin gjoksit janë plot, e pompoj dhe është i freskët dhe mund ta ngri direkt. Okej, pastrojmë kushinën. Jo për që po kur t'ikit e Sara ta lë shtëpinë e rrekut që kur të vi, mbase ka ardhur dhe Shtepani, mos më duhet të punoj, por të shijojmë kohën cilësore të tre. Kështu, o zoti, ma sa mirë që i kam flokët, shikoj njerëz origjinale. Po më pëlqejnë shumë, pa i bërë asnjë gjë. Por, kur të vi në Shqipëri, do t'i lyej prapë këto, sepse kanë ikur. Ndalë t'i tregoj dhe ja si duken. Njerëz e ndjej që më ka ndryshuar forma e legenit. Isha pak më e ngushtë, tani jam më e gjerë dhe Beli është më e ngushtë, duke qenë se këtu është më e gjerë. Edhe pse nuk bëra lindja natyrale, linda me cesariane, prap trupi ka ndryshuar. Kian është mbrapa, nuk po qanë, por nuk po fle. E shikoj nga pasyra që është kështu si habitur, si ku po shkojmë. Në orën 10 tash Sarës do vim, ora është 10:45 te unë. Me fëmijë të vogël nuk e di, jam shumë e papërpikt. Nuk e llogarit dot asnjëherë kohën, sepse mund të në moment të fundit bën kakën, në moment të fundit nuk është mirë. Për shembull ti unë e llogarit gjysmore që ai do pi, ai ndonjëherë duhen 40 minuta, 45 minuta, kështu që është çik problematike. Mirë po, Sara na kupton, domethënë e pranon se na kupton, do na kuptoj fiks kur të bëhet me fëmijë vet, por që ne në shtëpi do shkojmë, do hamë mëngjes, pastaj mbase do shkojmë të pim një kafe, do shkojmë të dalim xhiro. Si gjithmonë, gjithçka varet nga humori i burrit të vogël që kam ulur mbrapa. Që tani po fillon të ankohet, shikojeni. Po vajte mami, vajte, mos u anko tani. Do e trije në shtëpi mbyllur ti apo të dalim? Të shikojmë kumbarën, të shkojmë të pim mami kafe, ja shiko si po të hapet goja se do të flesh. Do dalim xhiro, për zotin, do ja kalojmë shumë mirë, të premtoj. Unë dhe Sara jemi 7 minuta larg me shtëpi nga njëra tjetra, jetojmë në të njëjtin qytet, po unë jetoj nga cepi tjetër, ajo nga cepi tjetër. Unë nga cepi fillimit, ajo nga cepi fundit. Edhe prandaj në duhet 7 minuta me makinë. Nuk është shumë, po duke qenë se është brenda në qytet, ka gjithmonë trafik, ka gjithmonë semafor. Edhe ja mami vajtëm 4 minuta, i humbi çuçi. Duhet gjithmonë të jetë. Pse nuk janë shpikur çuçat me magnet, nuk e kuptoj, që t'ia fusësh në gojë dhe të rri aty. Dita sot qenë ka fantastike, shiko tër ky diell. Duket që ka rënë shi natën, po tani ka diell, që do të thotë do e bëjmë shëtitjen sot me 7 palë qefe. Mbaruam tek Sara dhe shkojmë atje sa ata kishin domate gjithmonë. Darda. Ishim tek Sara, na bëri mëngjesin që ja u tregova. Shumë i mirë mëngjes ndryshe, jo me buke, me sallame me djathë, siç kanë pavarësisht buke sallame me djathë, kishim shqiptar. Tani do shkojmë të pim kafe, po duke qenë se djalin akoma se ka zënë gjumi, po e vërtitim një herë, ai është i zgjuar fare.
Dhe do shikojmë këtu te marketi çka ka tani. Mall ka tani Sara. Do marr ca mall. Tu as tu edhe ca darda prit. Mall fshati. Do me thënë, mund t'jenë dhe qyteti, po mall për qarme, për ferme. Do marrë edhe disa darda, se po ma bëjnë me sy. Këtua! Nga këta këtu. I mora edhe mollo dhe dardat bio. Nuk xhirova fare sa isha me Sarën se na shkoi muhabeti nga lumit e bregu. Mirë po ja kaluam shumë mirë, ora tani është 2, që do të thotë nga ora 10 që takuam deri në orën kemi 4 orë. Vajta te Sara, ça nuk folëm, na bëri mëngjes. Pastaj morëm djalin dhe shkuam te kafja, pivëm latte macchiato që prap nuk xhirova dot dhe kishte edhe tregu i fshatarëve. Te tregu i fshatarëve mora disa moll që dukeshin shumë të mira, edhe darda që dukeshin shumë të mira. Tani nuk kam më domata aq të mira sa në verë që merja. Tani kanë paruar domatet dhe kishte mbi 2 muaj që nuk shkoja më për të blerë dhe më duk shumë e çuditshme dhe njerëzit për shembull që më kishin parë që isha shtatzën, tani isha me djalin, tani paske sjell në një djalin, domethënë shumë cute. Edhe tek furra e bukës ku unë shkoj, duke qenë se kam shkuar çdo ditë, tani shkoj shumë shpesh. Edhe ata të njëjtë njerëz vinë aty sepse më besoj që 2 kafe ka gjithsej te ky qyteti ku jemi ne, është qyteti i vogël. Edhe të gjithë jemi kështu si familje që Sara shikojmë, po, prap që nke këtu, si jetë, që po bën, të tash. Edhe është shumë cute. Gjithsesi unë nuk xhirova dot sot më me Sarën. Morëm edhe djalin të bënim xhiro, po vetëm qante sot në karrocë. O zoti, ma tani e ka zënë gjumi. Po tani çfarë të bëj unë? Që ka zënë gjumi atë? Ta gjithë në shtëpi, do zgjohet. O zoti, ma. Ka zënë gjumi shpirtin e mamit. Po thosha që ka qarë vetëm në karrocë dhe prandaj e mora në kangur dhe dolëm për të ecur me Sarën. Shqyr që u kthyem në kohë se fillovi një shi dhe unë nuk isha çadër. Hoqa pauzën time e mbulova djalin dhe nuk u lag. Mirë po nuk ka qenë i qetë këto ditë siç ja u thash, për shkak të hundëve të bllokuara. E di çfarë do bëjmë, meqense djalin e ka zënë gjumi edhe do vi më gjatë në makinë. Do shkoj të shikoj ku ka një farmaci që t'i blej djalin një pika për hundskat me ujë të kripur. Edhe ti jap kohë që të flej, të qetësohet shpirti. Ka fjetur mirë, te furra bukës pastaj e mora, e vura në gjithë, fjeti gjumë, fjetin e karroca aty gati 40 minuta, po nuk e ka pasur atë gjumin e thellë sot që ka nga ora, për shembull që ka 2-3 orë në drek. Ose ndoshta kam keq kuptuar unë ritmin e tij, kam menduar që mbase të funksionojë që do ta ketë çdo ditë dhe akoma nuk është ai ritmi ose ajo rutina që ta bëj çdo ditë këtë gjumë. Mbase ka qelluar që ta bër disa ditë në të njëjtën orë dhe ka menduar që e ka rutinë dhe do ta bëj çdo ditë, po ja për shembull tani u zgjua fjeti në kangur, e vendosa te karigja, fjeti prap, karigja se çolinoja. Edhe fjeti prap, kështu që ta shikojmë se si do jetë. Nëse do vazhdoj të flej apo jo për më gjatë. Jo, i hapu syt. Mbyll prap. Plovi të qaj se këtu është bërë një aksident dhe nuk ecën makina. Këti nuk i pëlqen po qëndrovi makina në vend. Shkojmë farmaci, besoj se na duhet ai ilaçi me pika për hundskat, për djalin. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Dje u kthyem në shtëpi, Kiani ka ndenjur shumë mirë gjithë ditën që e pat edhe me Sarën, po pastaj kur erdhëm në shtëpi, nga që ishte një kohë shumë e gjatë që nuk ishte pirë qumësh dhe unë mendova që okay, me që më po fle, do shkoj të marr atë ilaçin me pika për hundën, po ndoshta ishte kohë shumë e gjatë dhe nuk e llogarita mirë. Edhe kur u kthevëm pastaj kishte atë momentin që po vërtiste në makinë se donte të pinte, po unë isha në rrugë që nuk mund të ndaloja dot. Kështu që akoma jam duke mësuar si një mami e re që ti di fiks
oraret apo limitet e djalit tim. Kështu që dje pastaj sikur stresova një çik, me thënë të drejtën, se isha dhe vetë. Stefani nuk ishte ardhur akoma në shtëpi. Kështu që ushtrova me djalin dhe mora tërë mbasditën time për djalin, duke u përqafuar, duke ai dhënë për të pirë dhe duke shijuar kohën me të. Kështu, sot do bëhemi gati, sapo është çelur dita dhe duket që do jetë një ditë e bukur. Po thash para se të nisesha se do dalim me Stefanin, do dalim, më duket se është, jo, nuk është ecja e parë që kemi bërë ecje bashkë. Po do shkojmë në një qytet ngjitur në shtetin e Luksemburgut, pra jo në Gjermani, sepse ka një shëtitore shumë të bukur anës lumit, Mosel, që quhet, dhe në largësi shikon edhe këto me vreshtat e rrushit që prodhohet vera dhe është një pamje shumë e bukur, kështu që do veshëm djalin shumë ngrohtë dhe vetë do veshemi shumë ngrohtë sepse është shumë bukur jashtë, po shumë ftohtë. Gjithsesi, para se të nisesha, siç e shikoni, unë kam për vete make-upin gati, besoj flokët do t'i mbaj të drejta sot, po nuk e di. Doja t'ju tregoja se çfarë bleva dhe çfarë përdor tani që djali ka hundshkat e bllokuara. Besoj të gjitha mamat ju aty jashtë përdorni të njëjtat gjëra, por meqense unë e lash temën djetë që do blija ilaçin për pika, po ja u tregoj edhe juve. Ka marrë këtë, nuk e di tash nëse ka emrin kështu. Dhe është thjesht një ujë me krip, që i thonë, që thjesht pastron dhe lëngëzon, pra bën të lëngët pjesën e qyrkave të hundës që të dalin dhe të lirohen në kollaj, pra nuk ka asnjë lloj funksioni tjetër, që do thotë nuk ka asnjë lloj medikamenti ose asnjë lloj gjëje brenda, është thjesht ujë me krip. Edhe ja hedh djalit brenda dhe këtu thotë që është edhe Zoigling deri në 2 vjeç mund të marrin nga 7 pika në çdo hund, në çdo vrim. Dhe pastaj deri në 14 pika për të rritur. Pra është dhe për bebat dhe për të rriturit. Ka një pipet këtu. Edhe pipeta tërheq pra nuk e di sa pika. Kështu, kur i ka hundshkat pastaj qyrka të thata dhe që nuk i nxjerr dot, përdor këtë këtu. Kjo këtu është për qyrka të njoma, sepse i kap më mirë. Jo, kjo është për qyrka të njoma, se siç e shikoni është e mbyllur këtu. Edhe i tërheq qyrkat e njoma, kurse kjo këtu është për qyrkat e thata. Dhe ndonjëherë kur shikoj që ka shumë të bllokuara, besoj kjo është shpëtimi gjithë mamave, ka edhe automatike si këto, po mendoj që manuale është më mirë se mund ta kontrollosh më mirë dhe mos keni merak se nuk do ju futen qyrkat në gojë, se shikoj sa i gjatë është ky litari. Kështu tani po vishem, po bëjmë gati, do vesh një kostum të butë, edhe djalin do ta paketoj mirë edhe nisemi. Do ju tregoj rrugës dhe pastaj do ju tregoj kur të kthehen disa dhurata që djali i ka marrë nga shoqet e mamit, nga mikeshat e mia shqiptare, që kemi një grup këtu në Trier në Gjermani që takohemi shumë shpesh, edhe ta mbyllim vlogun me sukses. Sot familja Belajt po del xhiro. Menduam, më thon, ora është 10:57 me orën e re. Nuk di kur do publikohet video, po sot është ndryshuar ora dhe është data sot 26 tetor. Menduam, siç e shikoni nga dritarja, koha sot është shumë e bukur, është ftohtë, është 9 gradë. Ne jemi paketuar ngrohtë, edhe menduam që do dilni me djalin shëtitje, sepse djali fle shumë mirë në karrocë edhe në shtëpi, po bënte një çiknaze. Kështu që tham edhe për ne dalim një xhiro. Edhe për djalin, ai fle gjumë, ndërkohë që ne shijojmë xhiron edhe njëri tjetrin. Dhe sot është e diel, kështu që të djelat besoj nga tani e tutje që jemi bërë prindër do bëhen pak më të shenjta për t'i harxuar si familje. Dhe prandaj, po nisemi në një qytet që është në kufi me Gjermanin, por nga ana luksemburgeze apo luksemburgeze. Nuk e di. Dhe do dalim shëtitje sepse ky qyteti ka një shëtitore shumë të lezetshme direkt në lum, pra në anë të lumit, dhe pastaj mund të ulemi të pim diçka në një bar shumë të bukur që dhe ai është afër lumit. Por varet se si do rri Kiani. Po që se Kiani na le, Kiani apo Kiani? Kiani.
Sepse në Shqip tingëllon më mirë kur thua Kiani, kurse në Gjermani është Kian. Kian. Kështu, do t'ju mbaj me vete, do kemi një vizit nga një shoqe, e vetë do t'a shikojmë se si do vazhdoj dita. Jo, nuk është këtu zemë. Sa po arritëm, jemi paketuar në grot, edhe Stefani po shtyn karocën, sepse duart e mia mbërdhin, kështu që le të mbërdhin duart e Stefanit më mirë. Për duart e mia është ftohtë. Është okay. Për momentin jemi duke ecur afër rrugës, por së shpejti do shkojmë tek lumi. Djali po fle, u gërrit një qik kur e hoqëm nga sendilja, nga se Xholinoja për të karoca, po e futëm këtu që të flej rehat. Dielli na iku, po shi nuk do na bjersh. Inshallah na del dielli prapë, se shikoni qielli është blu, nuk është keq. O, zoti i madh. Çfarë babi. Mashallah. Gjetëm këtu një bar që provohet verë, vinotek, edhe pivëm nga një çaj, Stefani pivi një verë edhe morëm dhe ullin. Kiani ndenjë shumë mirë, i dhash pak për të pirë këtu dhe tani jemi gati për të kthyer. Nuk e di se sa kemi që kemi ardhur, mbase diku te gjysmore, kështu që tani do kthehemi e rrugën brapa. Si që thash, kur të vi në shtëpi do t'ju tregoj dhuratat që Kian ka marrë nga shoqet e mamit, nga grupi i shqiptarëve që kemi krijuar këtu në Gjermani. Shëtitja shkoi shumë mirë, ishte shumë ftohtë, edhe Kiani qau pak, sepse mbase e kalovi atë orarin e gjumit, edhe qau pak në karrocë, edhe kam pak problem kur qa në karrocë kur është ftohtë, sepse nuk e marr dot në krahas, e kam hallë se po ta ndjer është akoma edhe më ftohtë jashtë, kështu që e kemi lënë aty duke ja futur çuçin her pas here derisa u qetësua. Dhe kështu që nuk është se xhirova shumë dhe nuk e shijova shumë fare shëtitjen, se isha pak fare në stres që po qante, po kur u kthyem ai pushovi dhe kështu që ishte prap okay. Qa t'ja them, jeta prej mami. Kështu, i kam futur të gjitha në një qese, sepse i pash një vetë, se nuk më priteshe që t'ja u tregoja juve. Para është kjo topi këtu, shikoni sa i lezetshëm. Nga kush e kemi marrë nga, nuk e di, First Steps quhet, edhe shumë cute, më duket se këtë ja ka bler bruna, por nuk jam e sigurt. Dhe sa e hapa që ja tregova Kianit kështu, ai ishte direkt e fiksoi, sepse ka ngjyra shumë të theksuara. Dhe tani besoj pas disa kohësh Kian do filloj që të fiksoj ngjyrat. Dhe mendoj e para është ngjyra e bardhë e zezë që fiksojnë, pastaj është e kuqja, pastaj është e verdha, më duket. E verdha ose bluja, diçka e tillë. Edhe kjo është dhuratka e parë, shumë cute. Pastaj nga Ola kam këtë rushin dhe rushin që shiko, kur ta vendos te karroca që do ecë do t'i bëj dhe muzikë Kianit, shumë e bukur, dhe nuk e kisha një gjë të tillë, edhe shikoni ku varet dhe doja që ta blija një gjë si kjo, po më ishte dukur gjithmonë shumë shtrenjtë, edhe pastaj kisha harruar. Ato që më pëlqen mua ishin dukur shumë shtrenjtë, dhe kjo këtu që nga perfekte, shiko, edhe kur t'i bëjnë dhëmbë, do t'i futi këto në përgoja, mund të bëj këto, ja, këtë për dhëmbët është kjo, bën dhe shurma, ka pasqyra, kështu që fantastike fare. Pastaj kemi një, sa të bukur, orkestra, okay, dhe këtë besoj që ja ka marrë Bruna, sepse ky dyqani orkestra është dyqani që të dyja ne na pëlqen shumë. Shikojeni sa e butë që është, dhe është për
6 muaj. Shikoni, Jari dhe pak dhe i bën se është i shëndoshk. Dhe shumë e bukur me Miki shumë kjetë. Edhe kjo gjëja tjetër më pëlqeu shumë. Besoj këtë pëse më ka Marina. Zoti madh, duket që mund të ma ketë Marina, sepse Ina ka një stil të paparë në të veshur. Edhe vërtet, shiko 4 deri në 6 muaj thot. Ka palicetkat edhe këtë bluzkën. Është bluz, po është bluz. Dhe vishet kështu. E adhuroj. Sa të më të përgjishon. Prit që do të tregoja tjetër. Doja të tregoja edhe një komplet që e kam bler te Lidl. Në fakt ishte budallik që e bleva, sepse ky kompleti është nuk e di për 1 vjeç. Pase për 1 vjeç, mbase i bëjnë dhe më përpara, po këto janë të kuqka, janë me babagjysh që vishen për vitin e ri. Ai për vitin e ri apo për Krishtlindjen nuk do jetë kaq. Mbase do t'ja bëj dhurat nipit të Shtefanit, që është 1 vjeç e pak. Edhe mbase i bëjnë që t'i veshi për Krishtlindje. Ja ku i mora ishin me ofertë Lidl për vetëm 5 euro. Shikoni qa materiali dhe sa të buta janë. Kështu, këto ishin gjërat që doja t'ju tregoja. Shumë të bukura, të gjitha. Shumë faleminderit gocave dhe vërtet që jam e lumtur që këtu në Gjermani kemi krijuar një komunitet, një shoqëri, një grupin ton, i cili është fantastik. Jemi bërë si familje, si të thuash me pak fjalë. Dhe Bruna ka edhe gocën, Solhana, qa emri sot. Sa e mirë që është Solhana. Dhe kemi premtuar që mbase fëmijët tanë do ta gjenë rrugën një ditë që të bëhen bashkë dhe mami dhe babi do t'i kenë afër, se dhe Bruna me bashkëshortin dhe me Solhanën jetojnë në Trier. Dhe Solhana është tikute 1 muaj e gjysmë e madhe si Kian. Kështu që do bëhen dhe mamit shoqe, do bëhen dhe fëmijët shok dhe shoqe, dhe sa po të ngrohet një qikoa do dalim shëtitje bashk, të kaloj vit i ri, sepse për vitërinë do jemi në Hamburg te familja e Shtefanit, Bruna do jetë në Itali tek familja e bashkëshortit të vet. Kështu që po, kjo është e videoja, shihemi në videon tjetër. Ciao!